që në themelim ne morëm për misionet të mëdha. Dhe vërteta është që ka qenë misioni ynë. Ka qenë misioni ynë për Shqipërinë, ka qenë misioni ynë për lirinë. Ato që bën që ne të realizojmë. Ato që bën që sa herë menduan që ne u zhdukëm të ngrihemi si Feniksin nga iri. Ato që bën që ne të transformojmë në mënyrë epokale Shqipërinë. Miq, ne u përmbajtëm këtyre të vërtetave, nuk i lëshuam ato. Të shpallje ti në vitet 90 se çështja kombëtare është yllin polar në kohë kur fqijt tani kishin kthethrat të gjithë në çështjen shqiptare, automatikisht shpallja një armiqësi me të gjithë ata që i kishin kthethrat në këtë çështje. Po ne do ta bënim atë. Sepse në qoftë thash dhe njerë, ne do përfaqësonim interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra, këto të vërteta që mbrojtën, ky mision u shtrua dhe në forcën jetike të Partisë Demokratike. Përsëri, ne ram në 97-ën, sepse bëm gabimet tona, pa diskutim. Bëm gabime, por nuk i kishim, nuk i njihnim. Edhe kjo është provuar. Ne shqifim skemat piramidale. E vërteta. Megjithatë, në atë situatë, prap, ne mbajtëm të vërtetat. Cilat? Së pari, qeveria nuk i kishtë ndërtuar ato. Së dyti, me qenë se qytetarët, propaganda i bindi se qeveria i ka marrë parat e tyre. Vendimi ynë ishte shumë i drejtë. Të dalim nga pushteti, të lëshojnë pushtetin, të dalim në opozitë. Shqiptarët ta kuptojnë, ta marrin vesh se nuk është prej kiçi ndarë e tyre nga qeveria. E dhimbshme kjo. Vendimi dhimbshëm. Por prap duhej. Ne nuk mund të qeverisnim njerëz që besonin se u kishim futur duart në xhepat e tyre. Çfarë ndodhi? 4 vite. 4 vite përpjekjet të jashtëzakonshme, primitive të partisë krimit për ta zhdukur ne. Qindra akuza. Krime kundër njerëzimit, çfarë nuk bën? Kurse ne u bëm çdo ditë më të fuqishëm. Dhe në vitin 2001 ne fituam zgjedhjet, ata na i morën, por ne bëm avokatinë e votës. Ne ja u zumë në fyt kafshatër. Edhe u detyruan, pasi u tha Parlamenti Evropian se nuk ja u njohin Parlamenti, s'ka dal nga vullneti shqiptarëve, të bëjnë kompromisin që u bë. Pra, jo vetëm që ne nuk u zhdukëm, si dëshonin, kur e filluam të ka jo ndërtesë 30 vjet në borë. 40 bëshin pas 5 ditësh dhe me radhë. Po u ngritëm të vërteta që besojmë. U ngritëm sepse qëndruam të vërtet me shqiptarët. Kur rivali im, u tha atyre se do shpërblej çdo qindar këtë humu, do ju kthej. Jo, u thamë ne. Ajo s'mund bëhet. Sepse çfarë do thot? Do thot të marrish paratë atij që s'ka vendos një qindar në skema dhe të jap ty. Po kjo është pa moral. Kjo përbën rrafshin moral një krim. E tjerë. Ai nuk kthej një qindar, qytetarët na votuan ne. Pra, pse i kujtoj unë këto? I kujtoj këto sepse ne jemi forcë politike vendimeve të dhimbshme, por i kemi marrë ato në emër të morali, në emër të parimi, në mënyrë që të jemi të vërtet me qytetarë shqiptarë. Kjo është historia.
morëm pushtetin, përsërit transformim të jashtëzakonshëm të vendit. Miq, kemi një problem, do ta dim. Një problem serioz. Korrupsionin nuk kemi arritur që korrupsioni të krijojë zemërimin e madh të qytetarit. Nuk kemi, po të shifni, të flasim haptas me ju, po të shifni studimet e vërteta, nuk e pëlqejnë, por nuk është ai reagim që duhet jetë. Dhe këtu